Mirdita, po sikur t'ju thoshe që Maduro është kapur me kontributin e shqiptarve. Ju do ta besonit? Ka një teori që unë dua ta ndaj me ju. Nuk reshta pa lexuar, sepse në këtë teori kanë gisht me të vërtet shqiptarë. Dhe tani po ju tregoj, pastaj më thoni ju nëse keni informacione më shumë se unë. Për ata që nuk e din, Maduro u kap në datën 2 janar, pra në mbrëmjen e datës 2 janar, në orën 22:46 minuta. Dhe nga Delta Force, për ata që nuk e din, Delta Force është një nga njësitë më të rëndësishme në botë dhe më e përgatitura. Në fakt mbahet si mund të quhet, si misioni më i rëndësishëm që nga lufta e dytë botërore, pra ky i Maduros. Bile do t'ju them, sipas të dhënave, kishte filluar ky mision nga që në qershor korrik, dhe ishin dy njësi të FBI-t. Pra jo një, po dy të shërbimeve sekrete, dhe që të dyja nuk dinin mes njëra tjetrës, po e dinte vetëm drejtori. Pra dy njësi që luftonin, si mund të thuhet, për të marrë informacione që të shkonin deri tek pika ku qëndronte Maduro. Dhe të dyja njësit, duke komunikuar me drejtorinë e përgjithshme të paktën kështu thuhet, të CIA-s, askush nga këta të dy nuk e dinin pse e bën këtë. E bën sepse kishin frikë mos kishte të infiltruar brenda njësive. Dhe kështu që të ishin informacione të sakta, duhet ishin që të dyja. Por, pasi morën të dhënat dhe pasi llogaritën të gjitha lëvizjet e Maduros dhe ku mund të strehoj, ata më në fund e gjetën se ku. Dhe pasi e lanë që bëri vitin e ri, në datën 2, shkuan, ai flinte bashkë me gruan e tij në dhomën e tij të bunkerit, pra me një ushtri të madhe përreth tij, e megjithatë u deshën vetëm 46 sekonda për ta kapur. 46 sekonda. Pra Delta Force brenda 46 sekondave e kapën. Dhe pasi e morën, e futën në një helikopter, pastaj nga ky helikopter e çuan tek dy helikopterë tjera pash që e çuan drejt, thuhet që e dërguan drejt Amerikës. Tani, pse ju thash për shqiptarët? E para njerë që duhet të dini që në të gjitha këto lajme që dëgjoni, ka diçka të shqiptarëve brenda. Për shembull, Maduro tregonte ose kishte deklaruar në maj të vitit 2025 që një grup shqiptarësh mafioz kërkonin që të destabilizonin zonën dhe të destabilizonin votimet, pra për të humbur ai votimet. Po sikur të jetë ndryshe, ai kishte informacione për këtë, sepse nuk e tha kot, por po sikur të kishte diçka tjetër brenda që ai nuk e dinte. Tani po ja tregoj. Atëherë mendohet, i gjeni këto informacione që nga Amerika, mafia shqiptare amerikane, kishte të dhëna, pra ndoshta i kishte thënë dikush apo nuk e di, dhe dërguan të tjerë të mafjes gjithmonë shqiptar, por që gjendeshin në Kolumbia. Dhe jo për destabilizimin e zonës, por për të marrë informacione. Për të marrë informacione se të grupeve më të mëdha të drogës, sepse e dinin shumë mirë që ata që drejtonin drogën janë ata që ishin më afër Maduros, dhe kështu do të mbrinte deri aty, pra CIA, se ku do gjendej, sepse kësa radhe duhet ishin të sigurt. Pra në qoftë se do bënin një reprezalje, në qoftë se do ta kapnin, sepse në qoftë se vur 3, ata kapën vetëm Maduro. Nuk u intereson si mund t'ja u them, Venezuela, sepse Amerika kur nuk ka dashur që të pushtoj Venezuela. Në fakt ata shkuan vetëm për të kapur Maduron. Dhe e kapën vetëm atë dhe morën, kaq. Për ata që nuk e din, Maduro u kap sepse ai shkeli disa rregulla, për shembull edhe ato puset e naftës që Amerika i ka paguar prej kohësh, dhe janë pjesëtar, pra janë si mund të quhet ortak të këtyre puseve. Bile disa thonë që këto puset e naftës janë paguar 10 herë, dhe nuk mundet që të dalë tani Maduro pa bërë asnjë firmë, pa t'i thot ortakut dil për jashtë. Nuk është e mundur, sepse këto janë ligje ndërkombëtare. Në qoftë se një shtet ta ka paguar, për shembull në këtë rast Amerika, ti nuk mund t'i thuash dot Amerikës ik. Pra pa firmosur, pa asnjë të drejtë. Dhe Donald Trump i tha vetëm këtë.
ne tha duam vetëm puset, ai neglizhoi për këtë, bile tha jo unë nuk ju jap, bile tallej duke kërcyer etj. Dhe si përfundim ata menduan që të kapnin vetëm atë dhe kështu ndodhi, kapën vetëm atë. Por po thoshja, tregohet që mafia shqiptare që gjendet në Kolumbi, në Meksik dhe në ato zona, u mblodhën të gjithë bashkë dhe tregohet që ishin me 10 kur shkuan në Venezuela. Dhe secili kishte si mund themi, jo urdhër, por një drejtim të caktuar se çfarë duhet të zbulonte. Pra ata duhet të komunikonin sepse kështu ndodh. Duhet të komunikonin me mafiozët më të mëdhenj, sepse nëpërmjet mafiozëve do dinin informacionet e Maduros, sepse duhet të dini që Maduro, sapo erdhi në pushtet në vitin 2013, gjën e parë që bëri, ai mblodhi të gjithë oligarkët dhe të gjithë mafiozët, edhe tha që tani duhet të pasurojmë vendin, sepse ai dinte mirë të gjithë e thonë që bëjnë të njëjtën gjë, kush më shumë dhe kush më pak, ku vënë në lëvizje lëndët narkotike, sepse ato sjellin para. Dhe kështu që ai pasi bëri këtë lëvizje me mafiozët dhe me drogaxhinjt, bëri si mund të quhet atë zhvillimin ekonomik më të madh. Mirë po çfarë bëri? Se gabimi tjetër kush ishte? Ai ndonse bazat ekonomike të Venezuelës ndryshuan, pra u rritën, populli u varfërua më shumë, sepse ai bëri një gabim të madh. Ai ja u dha, po thuaj kryesisht pjesët më të mëdha të pasurive kombëtare, pikërisht këtyre mafiozëve, sepse kishte rënë dakord dhe për më tepër ose prestanome që ja dha dikujt tjetër në emër të tyre ose dhe oligarkëve të huaj. Dhe ky ishte problemi tjetër. Tani duhet të dini që në këto zona, pra në zonat ku ka drogë etj, padyshim ka mafiozë të gjitha vendeve ose ata që merren me këtë punë. Dhe treguhet që ka dhe shqiptar, pra në Kolumbi, në Meksik, në Guatemala, në të gjitha këto vendet. Dhe shkuan pra ai mendon që shkuan, pra Maduro mendon që shqiptarët shkuan për të destabilizuar. Pra ai kishte informacione të sakta që shqiptarët shkuan për të destabilizuar. Por shqiptarët sipas të dhënave nuk shkuan për këtë, por për të marrë informacione se ku fshihej Maduro dhe ku duhet të ishte, nëse do të kishte një reprezali, ku do të shkonte. Pasi morën këto informacione, dhanë informacionet e duhura mafien shqiptare amerikane dhe ndoshta paktën kështu thuhet, komunikuan me shërbimet sekrete dhe u dhanë informacionet e sakta. Për më tepër, tregohet që nga telefoni i gruas së tij, pra i Maduros, arritën, sepse ata nuk marrin telefon, por një telefon që ajo mbante vetëm për në rast të emergjence, ky telefon kur ndizej, lidhej me satelitin dhe ata me fjalë gjetën numrin e telefonit, sepse mjafton të gjesh, të paktën kështu thuhet, mjafton që të gjesh numrin e telefonit. Ju dini që të gjithë telefonat janë të lidhur me rrjetin ose me satelitin, por tregohet që ajo gruaja e tij kishte të lidhur me satelitin. Dhe duhet të dini që nëse se gjen numrin e telefonit, gjen edhe vendin eksakt se ku gjendet njeri. Pra ku ka telefonin, ku mban telefonin. Dhe ti afrohesh te telefoni, mund të gabosh vetëm 10 metra, por jo më shumë, 11 metra. Dhe këto dy informacione kanë qenë thash kryesore, pra themelore për kapjen e Maduros. Dhe tregohet që një pjesë pra e këtyre informacioneve ishte fal disa shqiptarve, pra që nuk ishin atje që gjoja ishin mafioz, por nuk ishin mafioz, por ishin të infiltruar gjoja si mafioz, pikërisht pra për të marrë këto informacione. Dhe tregohet që nuk mund të vendosnin Amerikan ose të një vendi tjetër, sepse kishin frikë se mos i zbulonin, por vendosën pikërisht shqiptar që të flisin shqip dhe të komunikonin shqip me njëri tjetrin, që edhe po të kishte përgjime nga Venezuela apo vendet e tjera, mos i kuptonin. Pra kjo është një teori, nuk diskutohet, konspirative, por ja u thash sepse më bëri përshtypje se në sa kohë e kapën Maduro, pra në 46 sekonda. Pra pasi kishin marrë, sepse siç u thash që nga maj, kishin filluar maj qershor, kishin filluar që të merrnin informacione dhe të dinin lëvizjet e tij nëse do të bëhesh një
do të hape një luftë për shembull për ta kapur dhe dinin eksaktësisht se ku do të shkonte. Në fakt shkuan direkt atje tek vendi ku ata kishin informacionet dhe e kapën. Nuk dihet nëse i kanë kapur ushtarët që ishin përreth me një fjalë që e mbronin, por dihet që Madurun e kapën brenda një 46 sekondave, e futën në një helikopter, nga ky në 2 helikopterë të tjerë me Apache dhe e çuan në Brooklyn, pra në Metropolitan Detention, që është një nga burgjet më të sigurt në botë, ku siç thonë edhe gazetat, sepse thonë dhe gazetat, aty ku ishte edhe mafiozi shqiptar Shkreli. Për ata që nuk e din, me fjalë, Shkreli ishte ai që një shqiptar me origjinë, por që bëri disa lëvizje me këto me ilaçe farmaceutike që u rriti çmimin këtyre ilaçeve dhe e kemi bërë këtë në emisione, por doja t'ju thoshja sepse Shkreli u lirua në vitin 2022, e kishin dënuar që në vitin 2017, por u dënua kësaj radhe, me fjalë u dënua edhe një herë deri në vitin 2022, ai duhet dilte në vitin 2025, por me shumë u soll mirë dhe e nxorën në vitin 2022. Megjithatë, pse këto gazetat shkruajnë që Maduro do ta çojnë atje ku është edhe ku ishte i burgosur edhe shqiptari më i urryer i Amerikës, që flasim për Shkrelin. Ja u them këto sepse ka disa gjëra të vogla që duken sikur janë të vogla, por janë tepër thelbësore për të kuptuar që ka diçka me Shqipërinë. Pra ka diçka që ose duan ta bëjnë të famshëm Shqipërinë, të famshme, ose duan që të jetë një qendër të vëmendjes, ose ka diçka që po përgatitet, sepse Shqipëria është vendi kyç. Për sa i përket Ballkanit, është vendi kyç. Për sa i përket Ballkanit dhe lindjes. Pra, që aty fillon Ballkani dhe lindja. Dhe vendeve të zhvilluar duke filluar nga Italia dhe tutje u intereson shumë Shqipëria dhe mendimi im është ndaj e lënë në këtë pozicion ashtu siç është Shqipëria. Dhe unë kam frikë se do kaloj kohë që Shqipëria të futet në Bashkimin Evropian, sepse ka shumë trysni nga të gjitha anët që duan ta lënë në atë pozicion siç është për shumë arsye. Këto nuk i di, por do të dëshira një komentin tuaj. Megjithatë, për gjitha këto që ju thash janë teori konspirative, por megjithatë do të dëshira një komentin tuaj. Ju çfarë mendimi keni për të gjitha këto? Dhe çfarë do të shtonit për mafien, që thonë mafien shqiptare në Kolumbi, në Meksik, në Venezuela, Guatemala, apo në gjitha këto zonat aty. Ju çfarë mendimi keni? Dhe pse thonë me fjalë që kanë marrë, u kanë thënë ata të mafjes shqiptare amerikane të merrin informacion ose kanë kontakte. Këto i gjeni nëpër gazeta, nuk është se i them unë, nuk shpika asgjë. Bile gjeta në Messaggero, ku thoshte që Maduro akuzonte një grup shqiptarësh që donin që kanë kërkuar të destabilizojnë votimet dhe Venezuelën dhe kanë marrë të dhëna me fjalë ose kanë lidhje me mafien albaneze ose shqiptare në Amerikë. Pres komentet tuaja, çfarë mendimi keni dhe ditë të mbarë. Kalofshi bukur.